Një incident i rëndë është regjistruar dje në ambientet e Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, IKMT, ku është dhunuar drejtori i Drejtorisë së Ekzekutimit të Vendimeve, Fatmir Meta. Sipas burimeve, ai është sulmuar nga Klesti Çela, drejtori i mjedisit dhe kunati i Ergys Agasit, së bashku me 3 persona të tjerë, pas një përplasje verbale që kishte ndodhur një ditë më parë mes palëve. Përplasja ka ndodhur pas një debati të mëparshëm mbi një grup inspektimi për çështjen e dherave. Bëhet fjalë për ndërhyrje në kompetenca. Sipas pretendimeve, dyshohet se Fatmir Meta kishte bllokuar mjetet e subjekteve që derdhën dhera në rrethinat e Tiranës, gjë që ka shkaktuar tension mes tij dhe Çelës. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit Policisë numër 2 kanë shpallur në kërkim Klesti Çelën, i cili dyshohet se për shkak të detyrës ka goditur Metën në ambientet e institucionit, në bashkëpunim me 3 persona ende të paidentifikuar. Policia bën me dije se po punohet për identifikimin e bashkëpunëtorëve dhe për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes. Pas incidentit, drejtori i IKMT-s, Afrim Qendro, ka vendosur shkarkimin nga detyrat të Klesti Çelës, si dhe të Ervin Bixhës, këshilltar pranë kryeinspektorit të IKMT. Vendimi për shkarkimet është marrë në koordinim me kreun e inspektoratave Dashnor Sula, ndërsa pritet që hetimet të zbardhin plotësisht përgjegjësitë për ngjarjen.